i ka pjesë në jetës time, se sa fali veriorët, unë e di shumë mirë. Okej, Juela gjë vetën tatë. Si vlerësohet respekti publikut? Si vlerësohet respekti publikut si pastaj nëpërmjet votës? Pse agravon? Nëpërmjet votës ne shprehim vlerësimin dhe respektin që mund të kemi një person. E ke nga duar trokitje. Respektin e ke nga koncertet, nga ambientet, nga të gjitha. Nuk e pas nga vota, prandaj po them, kujdesu, se unë erdha këtu, po së shpjegoj të çfarë të duash. Unë erdha këtu për të të rikujtuar që po bësh i aerogertit dhe ti do të dalësh në disa terma që do të më ulësh mua. Nuk e bën dot këtë, sepse unë edhe nëse kam bërë gabime, unë kam bajt përgjegjësi për gabimet e mia. Unë të paktën kam bërë një gabim, ti dëshira jote është për ta zhvilluar gabimin. Të thuash verior në fjalë, nuk të fali, për mua më shumë turta dëgjoj nga një veriore, se unë kam shumë verior në jetën time. Përposaj, këtu përballteje, shndroj për të thënë, Juela, mos lejo njerëz të dytë të tretë për të bërë zëri yt. Zëri im tani në këtë moment është i çuar dëm me ty, sepse nuk e meriton as gjysmën e kordit tim zanor. Çfarë do thotë ti bën mirë ta hapësh syt dhe mos bësh versionin ti femër, sepse është mirë që jetë versioni kopjuar, po femër një version shumë i shëmtuar jati. Po ti çfarë versioni i shëmtuar je? Unë nuk e di, versioni im i vetes time është shëmtuar. Se ke thënë dhe dje e shumë e shëmtuar, për dje. Po, ma ke thënë je shëmtuar, s'ka problem. Mua nuk më prek, se se jam bërë akoma. Kur të dal jashtë, kam një 2-3 preke për të bërë perfekte. Ma ke thënë për dje, nuk gjes, s'ka problem. Ti ke qenë për t'i manipulu fjallët të tua. Jo, falj, jo manipulu. Për t'i përgënjeshtru. Se dje desh të ranë fikët. Do e ty e mba tjetër të dhëma rëfimi se desh të ranë të fikët. Jo, ajo që më dje keq se jam keq. Kjo është thjesht një gënjeshtër për ty.